Papa Leo XIV dërgoi në San Marino mesazhin e paqes. Ati i shenjtë mbërriti në San Marino teksa u prit nga autoritetet dhe qindra besimtar dolën në rrugë për ta përshëndetur, ndërsa në Piazza della Libertà u zhvillua pritje zyrtare. Papa Leo XIV është i treti që shkon në San Marino pas Gjon Palit II në vitin 1982 dhe Benediktit të 16 në vitin 2011. Vizita merr një peshë të veçantë edhe për marrëdhëniet me Selisë së Shenjtë. Këtë vit mbushet 100 vjet nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike, por mesazhi që shoqëron vizitën është mbi të gjitha i paqes në një kohë konfliktesh që kanë tronditur botën. Pas takimeve në San Marino dhe lutjes në Bazilikën e Shën Marinos, Papa do të shkojë drejt Riminit. Atje e pret një takim i miqësisë mes popujve, ku do takohet me mira pjesëmarrës. Vizita e Papës në San Marino e Rimini do të mbyllet me një mesh dhe për Atin e Shenjtë ky udhëtim është një mesazh paqe, dialogu dhe e miqësisë mes popujve. Non solo invito, appello veramente a dire